shumë musliman të ri sot, as nuk e kanë gajle bilëm, a i falet gruja si falet. Kjo është pej pikave shumë dopta që janë të i vëret në një pjesë të madhe të muslimanëve të ri sot. O vëlla, xheneti nuk është veç për ty. Nëse ti ki babe non, ki grua apo burr, varësisht për gjenis, ki evlat, ki vllazën e motra, nëse je pak i devotshëm si duhet, e sa duhet, si aman ngale veç vetvetes, ose aman ngale vetvetes, si aman ngale dhe familjes tënde. Pse? Se ti mund është me kon bashk këtë botë edhe mi përjetu këtë me të kësaj bote bashk, ama nesër në ahiret, nëse ti e fal, e gruja s'u ka fal, s'keni me mujt me kon bashk, keni munda. Edhe kundërta, nëse gruja u ka fal, e buri s'u ka fal, nesër në ahiret s'kan me kon bashk. Se Allahu xhela thot farikun fil jannati wa farikun fi sa'ir, një grup ka me shku për xhenet, e një grup ka me shku për xhehenem. E ai që s'falet, s'ka mundësi me hi në xhenet pa u djek për mos falin e tij, Zoti na rujt, nëse hiç s'ka respekt e dashni e gajle namazin, Allahu l-musta'an, Allahu na ndihmov, ndoshta ka mundësi edhe kur mos me dal për xhehenemit. Pse? Se tha Allahu dhul Jalal, ma salakakum fi saqar, çka ju solli juve në xhehenemin saqar, qalu lam nakun min al-musallin, nuk jemi kanë për aty me që janë fal. Ande kush nuk falet, ai në saqar ka me shku gjithsesi, askush s'ka mundësi me shpëtu. Fa khalafa min ba'dihim khalafun adaa'u s-salata fa sawfa yalqawna jahannama ghayya, e erdhen pas tyre pasardhësit e tyre që e humbën namazin, e ata kanë me shiu xhehenemin ghaj. S'mundet me hinë xhenet pa namaz. Askush.